Përshëndetje bashkombas, bashkëqytetarë dhe bashkëprotestues. Të gjithë ju që jeni këtu në shesh dhe të gjithë ata që nuk kanë mundur të vinë dot në shesh, por që janë me ne me zemër dhe me shpirt dhe me mendje. Sot jam autorizuar nga grupi koordinues i protestës të lexoj një deklaratë në emër të tyre. Në emër të grupit koordinues të protestës, duke dëgjuar propozimet e sovranit për 22 ditë me radhë, po dalim sot para jush me këtë deklaratë për të sqaruar protestuesit si dhe gjithë bashkombasit tanë, qoftë ata të pranishëm fizikisht në shesh, qoftë ata që na mbështesin me zemër dhe mendje, se kjo protestë mbar popullore dhe paqësore kërkon sa më poshtë: 1. Tërheqjen e panegociueshme të kryeministrit dhe të qeverisë. 2. Krijimin e një qeverie teknike tranzitore, jo partijake, me mandat 12 mujor. 3. Ndryshime kushtetuese, ku të gjithë shtetasit shqiptar të jenë të barabartë para ligjit, si dhe miratimin e saj me referendum popullor, duke përfshirë ndër të tjera ndryshimin e kodit zgjedhor, ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate, të plota ose të pjeshme, gjatë gjithë jetës politike të një individi. 4. Paralelisht, ne nuk heqim dorë nga kërkesat fillestare. Anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura. Anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgimin kulturore. Shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve. Shfuqizimin e statusit dhe të kuadrit ligjor për investimet strategjike. 5. Një kontratë të re sociale mes qytetarëve dhe shtetit, e cila do të përpilohet pas konsultimit me intelektual, ekspert teknik dhe qytetar apartjak, të propozuar nga sheshi i protestës. Këto janë kërkesat tona të qarta, legjitime dhe të panegociueshme, të dala nga zëri i qytetarëve dhe nga vullneti i sovranit. Ne mbetemi të vendosur në rrugën e protestës paqësore, demokratike dhe qytetare deri në realizimin e tyre. Shqipëria e shqiptarëve, jo e pushtetarëve. Shqipëria e shqiptarëve, jo e pushtetarëve. Ju përshëndes të gjithë. Mirë se vini në Kakomen e Lirë. Mbështetja juaj na ndihmoi. Nuk kishit nevojë të vinit atje taj muri i Berlinit, që ata bashkëtarët të bashkëtarët tanë e shëmbën me vare edhe me Çekiça. Rama ik pa mbështetjen e diasporës si këtu, edhe atje në fshatin tim, nuk do bënim gjë. Erdhëm bashkë, rrov diaspora! Rrov diaspora! Nga ka quar Edi Rama, të gjithë vlezërit dhe motrat tanë në kurbet. I kanë vajt nga halli, nuk kanë vajt nga qefi. Janë në Norvegji me -20, me 6 orë diell. Edhe ata bashkëtarët e mi rrinë atje, se Edi Rama nuk na jep pronët atje në Kakomen, se do bënin nga në i vila atje dhe jetonin. O e mjera Shqipëri, o djem rëmbeni, kush këtoja peqela liri. Eja, këtu, eja,
se ka komet në varë. Ka një e mos të përbashkët. Largimin e qeverisë së korruptuar të Edi Ramës. Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik. Kjo protest mbledh sot qytetarë nga të gjitha krajinat. Shamburg, Rama Burg Berishamburg, Rama Burg Berishamburg, Rama Burg Berishamburg, Rama Burg Berishamburg. Duhet ta themi që përveç dorëheqjes Edi Ramës, kjo ka dhe një kërkesë madhore. Largimin e kësaj kaste të tranzicionit 35 vjeçar dhe renovimin e kësaj klase politike e njerëz të ri, me shqiptarë në atetar. Shumë qytetarë duan të flasin. Janë qytetarë që i përkasin shtresave të ndryshme sociale, janë minator, janë fshatar, janë të rinë, të reja mbi gjitha. Vinë nga zona më problematike, nga zonat rurale, njerëz që kanë probleme me pronat. Dhe një nga arsyet e mëdha të shumta që jemi sot, sepse problemi i pronës, asaj publike dhe madhore dhe private, është bërë një nga problemet, një nga plagët kryesore të shoqërisë shqiptare. Dhe këtu qëndron edhe problemi kryesor që nuk ka zgjidhur kjo klasë politike në këto 35 vjet. Kanë bërë ligjet për një grusht njerëzish, për një grusht klientësh, për një grusht njerëzish. Kjo qeveri është e lidhur me krimin, është e lidhur me mafjen. Me paratë e zeza që në Shqipëri, çmimet e arritur në mënyrë. Se keni dalë në protest? Një në ratë parë du të pysë si medje, si portal kush jeni. Jam VIP magazin. VIP magazin, oke, s'ka problem. Unë protest kam dalë që ditën e parë për kërkesat e drejta që ka vu drejtuesit e protestës. Ishin disa protestat më parshme, të cilat shkuan në 50 dhe me këtë rast, me që më dhe rastin, do t'i bëj thirrje ati Sali Berishës, që po gjasme se po proteston kundra Edi Ramës, të cilët janë bashkë nga mëngjesi deri në darkë, në 24 orë në stop, që ditën llabaqena me njëri tjetrin dhe në darkë ndajnë bizneset. Pra, biznesi i bashkon, politika i ndan. Kjo është qëllimi. Sepse kanë 35 vite që godasin këtë stres popullore. Vetëm vjedhin, vetëm vjedhin, vetëm vjedhin. Oligarkët që themi në oligark, ky oligark është Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta. Thoni që kjo protest doja arri qëllimit? Protesta ka nisë që ditën e parë me të njëjtin motiv. Ajo ka ardhur në rritje dhe pa u përmbys dyshja Rama Berisha, protesta nuk mbyllet. Kjo protest do të bëj histori, sepse janë rinia që do bëj histori. Është protesta më qytetare, më popullore, më madhore, më vendosur, më e bindur. Jemi revolucionar, nuk jemi mercenar. Të gjithë janë me shpirt në këtë protest për të zhduk dyshen Rama Berisha. Të mos e shmak vetën Sali Berisha, as pak.